Monika Kryemadhi deklaron se për Shqipërinë ka shkatruar familjen e saj, por shqiptarët nuk e kanë vlerësuar. Kryemadhi thotë se sipas saj ajo ka bërë maksimumin për shqiptarët gjatë viteve të saj në politik, por nëse ata sot presin nga ajo, një grua e divorcuar me 3 fëmijë kanë marrë fund. Nëse Shqipëria pret nga një grua e divorcuar me 3 fëmijë ka marrë fund. Shqipëria duhet bëj vetveten, thotë ajo, ndërsa shton se shqiptarët kanë shansin të shkojnë të votojnë më 11 maj që të ndryshojnë dhe të mos ngelen në dorën e një njeriu që i quan Çryk, referuar kryeministrit Rama. Po ashtu ajo thekson se nuk i vjen keq për ish-bashkëshortin Ilir Meta, por vetëm për 3 fëmijët e saj. Nuk më vjen keq për Ilir Metën, por për fëmijët e mi, se po që ai keq janë edhe fëmijët keq. Unë bëra për Shqipërinë shumë, shkatrova familjen, kam lënë shumë gjëra pas dora, pavarësisht se çfarë thon njerëzit. Luftova 20 vite me LRI-n dhe 15 vite me Freshin. Për politikan të rinj është shumë e vështirë të ndërrosh stofin e qytetarisë. Unë me timen kam bërë maksimumin, shqiptarët nuk e kam vlerësuar as njerëzit e partisë time që janë rritur me mua. Kur mendova unë për Shqipërinë nuk duan të mendojnë shqiptarët për mua. Vetëm në këtë këndvështrim, nëse Shqipëria pret nga një grua e divorcuar me 3 fëmijë, ka marrë fund. Shqipëria duhet të bëjë vetveten. Shqiptarët kanë shansin të shkojnë të votojnë më datë 11 maj, që të ndryshojnë dhe të mos mbeten në dorën e një njeriu që i quan Çryk, thekson Monika Kryemadhi në një intervistë televizive. Megjithatë, kohët e fundit, thirrja e saj ka qenë e qartë, ku kërkon votën për Ilir Metën, edhe pse ky i fundit kërkon të bëhet deputet nga qelia.